Ekipi i Kuksit regjistroi në javën 27 të kategorisë së parë një nga fitoret më të rëndësishme të sezonit, teksa mposhti Lushnjën me rezultatin 3-2. Me këtë sukses, skuadra verlindore afrohet ndjeshëm me objektivin dhe tashmë ndodhet vetëm 1 pikë larg zonës play-out. Pas një serie negative, verlindorët duket se kanë nisur të japin sinjale të qarta në javët e fundit se mund të realizojnë mrekullinë në fundin e kampionatit. Fitoria ndaj një rivali direkt si Lushnja ka rritur jo vetëm shpresat, por edhe besimin brenda grupit. Pas ndeshjes, trajneri i Kuksit, Bledi Kadiu, u shpreh i kënaqur për 3 pikët, duke theksuar rëndësinë e këtij suksesi në garën për mbijetesë. Të gjitha ndeshjet janë vendimtare, sidomos kjo duke patur përballë një rival direkt. Jemi afruar më shumë se kurrë me ekipet që kemi rival si Lushnja, Apolonia dhe Luftëtari. Kjo është një fitore shprehse, motivimi dhe një dritë në fund të tunelit. Jemi shumë të kënaqur me 3 pikët, deklaroi Kadiu. Ndërhyrjet ndërkohë në merkaton e dimrit duket se kanë sjellë efektin e dëshiruar, pasi Kuksi është transformuar ndjeshëm për mirë, duke rikuperuar shumë pikë në renditje dhe duke e mbajtur të hapur garën për mbijetesë. Tashmë skuadrës verlindore i mbeten edhe 7 finale deri në fund të sezonit për të realizuar objektivin. Ndeshja e radhës do të jetë një tjetër përballje vendimtare, pasi Kuksi do të udhtojë për t'u ndeshur me Kastriotin në një sfidë që pritet të ketë ndikim.